Shikues nderuar, ju përshëndesim rikthyer sërish në TikTok. Do ndalemi edhe ditën e sotme tek zhvillimet më të fundit në vendin tonë. Do të flasim për protestën dhe pikërisht mbi këto zhvillime kam të ftuar kolegun gazetar Sokol Braj. Sokol, përshëndes kënaqësi. Beseda, përshëndetje. Atëherë Sokol, për ta nisur me zhvillimet aktuale në vendin tonë sa i përket protestave, si i ke parë tashmë ti të gjitha këto zhvillime? Po, protestat janë një shenjë shumë e mirë. Është shenja e demokracisë, protesta pa llunë, kërkesat janë shumë serioze dhe kemi një qeveri e cila është kapur vazhdimisht për korrupsion, plus që dhe sidomos ligji 1024 i cili me të vërtet janë krima kundër natyres, janë krime në fakt kundra kombit edhe kundra shtetit, cila është aprovuar në parlament dhe aplikohet prej vitesh me radhë, e cila shqitet Shqipëria apo jepet me qira apo falet Shqipëria, dhe më thonë parcel, pjesë, ku e cili edhe Komisioni Evropian, Bashkimi Evropian dhe shumë shtete shumë të përparuar dhe shumë të zhvilluar se sa ne kanë thënë haptas që nëse kërkoni vazhdimsinë apo ecurin e duhur në negociata me Bashkimin Evropian, duhet ta anulloni këtë ligj dhe ende vazhdojmë me këtë ligje. Atëhera kjo është problem ku me të vërtet qeveria dhe zoti Rama është zënë shahmat, dhe më thënë pra nga kombi. Nuk po them që është tradhtar i kombit të tjera, por duhet të shohim në aspektin geostrategjik dhe për të ardhmen e Shqipërisë dhe të kombit, i cili dita ditës prapë 13 vite në qeveri, dhe nëse një pjesë e këtij popullit ende vazhdon të largohet nga Memëllë, pra të largohet nga qyteti i tij, nga fshati i tij, nga zona e tij, për të ikur në një vend të paditur, pra me mijëra kilometra larg për të hangër një kafshat bukë. Kjo është me të vërtet një krim i cili kjo barë nuk i përket vetëm protestuesve, po kjo barë i përket edhe socialistëve të vërtet, të cilët me lek apo lek, me vlerje apo lekës, nuk di se s'mund të pajsojmë gjithë popullin, por që për krah këtë qeveri, që të gjithë po thua disa zëvendësh kryeministra, njerëzit në thojza më të besueshëm të Edi Ramës, të gjithë o janë në burg, ose janë të arratisur, ose kërkohen nga gjykata speciale, pra nga SPAK-u për korrupsione dhe jo korrupsione, për shpërdorim detyre, dhe më thënë detyrives, për me miliona euro. Kjo tregon që protestuesit pa marrë parasysh sa është numri i tyre dhe cilat është rrjeshi i kërkesave të tyre, përsëri këto kërkesa janë shumë të rëndësishme për kombin shqiptar, për demokracinë tonë dhe për të ardhmen e kombit, e shtetit dhe të shqiptarëve që jetojnë dhe që duhet të jetojnë në Shqipëri. Sokol, nga ana tjetër, qeveria ka ngulë se kjo protest nuk ka asgjë qytetare dhe se pasaj shndron thjesht opozita, sipas tij që kërkon të destabilizojë vendin. Si shet tashmë të gjitha reagimet e fundit të vetë kryeministrit shqiptar Edi Rama? Një gjë, kryeministrin e kemi një showman, dhe më thënë e famë dhe që ka qefte, duket ka qefte, duket dhe ndoshta është drejt ati normalisht, sepse ne s'kemi qenë kryeministër asunas Grisela, por është një showman që kërkon, dhe më thënë, të jetë vetëm ai në vëmendjen e popullit, e kombit, po edhe në të gjithë botën, për shembull pash edhe në samitin e fundit të NATO-s në Ankara, i cili për shembull të gjithë liderët kryesorë të botës, pra qoftë zoti Trump, po qoftë edhe mikpritësi që ishte Erdogani, duke thënë ja si ka ardhur ky çuni, ky si halabak me pasar me lujt futboll në kalçete, pra domethënë që di se kush është Edi Rama, por fajsimi nëse një qeveri fajson domethënë popullin e pasën protestuesit, atëherë duhet të kuptohet, sepse keni shembuj të në botë, edhe në Bashkimin Evropian dhe në shtetet me demokraci shumë të përparuar në thonë dhe si puna jonë e Shqipërisë, janë që një qeveri nëse ajo të tjetërson aktualitetin, do të tjetërsoj dhe do të pompoj edhe më shumë demagogjin dhe propagandën tek mbështetësit e tij. Pra, atë që thotë Rama nuk është se protestat po dëmtojnë kombin apo dëmtojnë turizmin apo të ardhat e shqiptarëve apo të Shqipërisë apo edhe vetë domethënë turizmin apo investimet e tij. Në fakt jo, do të shohim që
Zoti Rama këtu do të tërësoj aktualitetin, ku e dini shumë mirë, domethënë ja filloi hera, jo e bani greku, jo e bani nacional, pa din pa iman, e bani Irani, e bani kibernetika, e bani Goxha, e bani ky, e bani kosovarët, e bani maqedovarët, e bani ulçinakët, e bani plonjatët, domethënë këto janë të gjitha pralla për vetë metodat demagologjike e Zotit Rama, nuk është se e shohim për herë të parë, domethënë në ashtu, dhe nuk duhet ta shohim lëvizjet e Zotit Rama për shembull si opozit, domethënë e protestuese, por duhet ta shohim në karakterin e tij, e cila me të vërtetë që i ka dëmtuar shumë jashtëmase popullin shqiptar, i cili dita ditës po largohet, dhe nuk besoj që duhet të jenë domethënë në aktualitetin e shqiptarëve, domethënë ato përgjigjet e Rama, sepse nëse shkojmë nga Machiavelli apo te Platoni, domethënë që kanë shkruar për shtetin, se për shteti, kush është demokracia, kush është për drejtues, domethënë çfarë do të thonë një princ, një mbret, një kryeminist, një president, apo një drejtues në thojza, domethënë ne shohim shumë mirë që ato që bën Edi Rama nuk kanë lidhje as pak fare, domethënë as me sociologjinë e politikës, as me, sepse nëse dalin, nuk ka rëndësi numri Grisel, a janë 5, a 50, a 50.000, nëse dalin atje dhe dalin jo një sahat, apo 2 orë, apo një ditë, për dalin me ditë të tëra që të shikur afrohemi gati po mbyllim 2 muaj në këto protesta, dhe nuk i merr parasysh domethënë asgjë, dhe në të kundërtën domethënë i fajson, në të kundërtën i terrorizon atë popullin e thjesht, ku të gjithë nga ne kemi qenë me ditë të tëra atje, kemi edhe si qytetar, por edhe si gazetar, dhe ja kemi arritur të kuptojmë shumë mirë domethënë ata njerëz përse janë, domethënë atë nuk janë të gjithë për qejf, nuk janë të gjithë atje për dal xhira, por nuk janë të gjithë atë, por ka hadhe shumë të mëdha e popullit, e cila veshi qorr dhe veshi shurr dhe syri qorr i qeverisë, me të vërtetë që Shqipërinë po e çon aty që Edi Rama fajson protestuesit që po e bëjnë gjoja, domethënë po dëmtojnë Shqipërinë, sepse të qenit në qeveri nuk është një koltuk i cili të ka ardhur nga Zoti apo të ka ardhur nga ashtë i përjetshëm, domethënë ajo është vota e këtij qytetari, e atij qytetari që është në rrugë, dhe duhet i përgjigjesh kërkesës, pra një sundimtar në thojza, që është qytetën e vjetra, për një kryeminist, një president, se zatën presidenti jonë zënë se të shpare, por një kryeministër, nëse e shef veten domethënë si zot mbi këtë popull, atëherë problemet janë aty ku janë sot, biles me sa duket do të shkojnë edhe më shumë, por ti duhet i vënë stopin qeverisë dhe kryeministit arrogant ndaj këtyre kërkesave të popullit. Në fakt, Grisela, unë mendoj që duhet të jetë vetë PS-ja, vetë simpatizantët e PS-së, por edhe patronazhiste, sepse nëse e shohim filozofinë politike e Trumpit, në fakt unë kam bërë shumë krahasime vazhdimisht për shumë televizione shqiptare, ku i përket një përgjashmëri perfekte me Turqinë, të cilat në këtu flitet turqisht, kurse në Shqipëri flitet shqip. Pra kemi një njësim të këtyre lloj protestave, të cilat me të vërtetë që pastaj shkohet grad pas grad, shkohet në një autokraci shumë ekstreme, e cila në botë quhet demokraci. Pra, domethënë emri pse ka demokraci, shkon në një autokraci të cila pastaj koka fillon duke ju hangër vetë llojet e tyre. Pra, Edi Rama vazhdimisht ja ka hangër kokën të vetëve, pra jo të thojza jo opozitës, por të vetëve, të cilat këto do të vazhdojnë pastaj edhe tek patronazhistët, do të vazhdojmë edhe tek në thojza drejtorët e administratës, të cilat sot janë të faktuar Grisela. Të gjitha mesazhet ku në thojza kryetar bashkie apo një drejtori i një institucioni të shtetit e thotë që do vini kaq vetë kundër kësaj proteste, dhe kujtohet domethënë do vini kaq, do bëni fake llogari, do të thënë në mediat sociale që ti mposhtim protestuesit, pra dhe këto janë krime, dhe me legjislacionin shqiptar dhe me të gjithë legjislacionin europian, këto janë krime ku merr dënim 6 deri në 12 vjet, pra domethënë edhe këtë populli shqiptar avash do të denoncoj, patjetër do të denoncoj, edhe pse tashmë e dim të gjithë që edhe ligji, edhe gjykata të gjitha janë në dorën e qeverisë. Okej, nuk kemi, por me patjetër drejtësia do të japin ashtu, dhe me 2 fjalë si këtë përgjigje Grisela,
Edi Rama dhe vetë qeveria ati, dhe më thënë i kanë hangër kokën të vetëve të cilët tashmë edhe si të mështë që ku kanë filluar protestet, e kemi pa shumë hapur të cilët nxjerr në treg me mirë me kuptimin e fjalës, do të thotë nxjerr ministrat në thojza që të lepin, domethënë pra të bëjnë zhurmë sepse nuk kanë asnjë argument që t'i kundërshtojnë të gjitha këto protesta, dhe kjo është e keqja në fakt. Më e keqja e të keqes është brenda PS-s, e cila me të vërtetë që Edi Rama, pra nëse do arritë qëndrojë në qeveri, domethënë deri në vjesht, atëherë do të kemi domethënë ngritjen totale domethënë brenda PS-s, të cilët nuk do mund t'i dalin zot një mbreti hajdut, një që e shef veten si zot në qeveri, sepse tashmë populli tjetër, pra pjesa tjetër, ajo që është opozitare e PS-s, ka dalë në rrugë të cilat cila ka ditë të tëra, pra bëhet fjalë me muj, ku ndoshta do të thënë muj i tretë, muj i katërt, muj i pestë, kështu që të problemet i përkasin qeverisë, të cilën kërkojnë zgjedhje dhe kërkesat e protestuesve janë legjitime, janë me kushtetut të cilat duhen të plotësuar absolutisht, pra dorëheqja e qeverisë dhe e gjithë institucionet të cilat i përkasin PS-s, e cilat dihet domethënë për vjedhje, dihet për korrupsione, dhe këtë vetë i thot gjykata më e besueshme e zotit Rama dhe qeverisë së PS-s, që është SPAKU, pra të gjithë nga ato akuzohen dhe nuk akuzohen në thojza. Nuk kemi, domethënë, prokurorët e SPAKut në këtë protesta që po e akuzojnë, domethënë PS-s. Domethënë mbreti ka dalë lakurisht dhe tashmë ai mundohet të mblohet me gjithë, por populli ka pakut dhe prej ditë të tëra është duke ja thënë zotit Rama, dhe këtë besoj që duhet ta kenë shumë të fortë qëndresen, domethënë me një logjikë shtetërore në atë post që është. Sokol, duheshën se më përmendë edhe SPAKun, por sigurisht edhe shumica e qytetarëve sy tashmë i kanë nga SPAKu, mendon se ka vullnet real drejtësia e re të hetojë të gjitha procedurat e vendimarrjes dhe qeverinë sigurisht për të gjitha këto projekte gjigante, apo nga ana tjetër kur vjen puna për investitorët dhe ndërkombëtar, SPAK zgjedh që të qëndrojnë në heshtje, por edhe më janë. Ani gjë, SPAKu i përket shtetit tonë, pra domethënë edhe vendimmarrësit e SPAKut, pra që prokurorë, qoftë të gjyqtarët, nuk ka kanë ardhur nga hana, nuk ka kanë ardhur nga masi, pra janë pjesa e pra ne i kemi zgjedhur atë, nuk do të falsojmë në asnjë mënyrë, sepse shteti që mund t'i quajmë shteti bananeve, shteti më i dobët, shteti më kot në botë, edhe nëse funksionimi i ligjit, drejtësisë nuk është ndoshta për çaste, apo për atë vit, apo për atë dekat, nuk duhet harrojmë që drejtësia bën punën e vet, domethënë bën punën e vet edhe mas 5 vite, edhe mas 10 viteve, edhe bën edhe kur ata të SPAKut pra dalin në pension, dhe këtë ka verifikuar historia e botës. Jam edhe vetë ndoshta eksperti të drejtës ndërkombëtare dhe këtyre dhe kam parë që mendoj mos dhe të përgjigjen. Sokol, nga ana tjetër mendon se ka një moment në pozitën që të këshilloj nuk jam që të këshilloj SPAKun, Grisela, por do të thënë kjo që normalisht që SPAKu mundohet të shohë pak më shumë drejtësinë dhe automatikisht do ta kuptojmë edhe atë që popularizmi ato luftojnë, kjo është reale, sepse e shohim për shembull çështjen Balluka apo çështje të tjera të cilat nuk kanë shanse në televizin fare. Domethënë, edhe ato luajnë populizmin dhe kjo quhet krejt normale, por ama vendimet e SPAKut gjoja mos shikimin e çështjeve, investimeve, marramense, gjoja investime të mëdha, unë besoj që nuk është anti mos dëshira SPAKut, por do të shohim që prokuroritë speciale, për shembull, ku në shumë vende të botës, qoftë në Itali apo në Turqi, në Kroaci atje ku unë kam studiuar këtë lloj gjykatash speciale, kanë një rendite të cilat nuk janë si një prokuroria thjesht, domethënë që mori një informat, një telefonat apo një ashtu dhe kaloi në sulm, domethënë ata kanë një sistem jo pak ndryshe, por totalisht të ketë ndryshe, por ato shkojnë aq shpejt, domethënë prokuroria speciale, pra në thojë SPAKu jon do të shkojë aq shpejt sa që kemi ne, domethënë do të shkojë deri te krevati i zotit kryeministër. Pra nuk do të lënë, por normalisht ka një procedurë tjetër, ka një agjendë, domethënë jo nga prokuroritë e thjeshta si i shohim ne, dhe normalisht edhe ata e shohin të ardhmen e tyre, dhe kjo është normal, se të punit nuk janë
engjë, ku janë njerëz si puna ime, si puna jote, dhe i shohin edhe vetë lëvizjet strategjike apo gjëra që mund të bëjnë ata që mund të prekun ata kundra këtyre, dhe kjo është krejt normale, por unë spaku edhe pse është shumë i avarë, vetë ndoshta e drejta ligjore që i jepet atyre, atëhera këtë e marrin më nga dalë në kuptimin e fjalë, domethënë popullor, por e tilla janë shumë të rëndësishme dhe besoj që asnjë nga ne nuk e besoshim ata që debante spaku dhe spaku i ka bërë. Pra, ndoshta kërkohet kohë për të gjitha këto domethënë investimet në tojza strategjike të qeverisë Rama, besoj që janë çështje kryesore të spakut, të cilat nuk e di, nuk mund t'jap dot vite apo muaj kohë, por të gjitha do të ashuhen ku me të drejtën ndërkombëtare, nëse referohem edhe shumë juristëve të Brukselit, për shembull, thonë që të gjitha ata janë thënë në rrushfete, janë bënë investime për të marramendse, apo siç ka për shembull ata e Ramat e Albanian Spies, domethënë ka shumë gjëra të hapura atje, të cilat me vërtet janë turp në fakt të përkohën shqiptarë dhe nuk janë gjëra që duhet të prononcojnë domethënë me krenari. Sekull, në fakt ka një moment kritik kur një qeveri duhet të zgjedhë sigurisht mes interesave të qytetarëve, por edhe interesave të saj politike. Ku mendoni se ndodhet sot kryeministri shqiptar Edi Rama pranë në këtë balancë? Në gjë, kryeministri Edi Rama që në fillim, bilezbiles mund të them edhe ku ka qenë edhe kryetari i Bashkisë së Tiranës, apo përpara asaj që ka qenë ministri i Kulturës, unë e njoh afër sepse në kohës ndoshta jo, por shumë muaj në vit jetoj në Tiranë dhe 35 vite, kjo është tjetër gjë dhe e njoh domethënë edhe nga afër. Edi Rama ka interes vetëm për shtetin, pra nuk e intereson në asnjë lloj mënyre të parë në sistemi që kupola e sistemit piramidal që ka bërë në PS është krejt ndryshe, e cila edhe kam lexuar shumë edhe librat e sociologjisë politike, sidomos nga ato që shkruhet nga shqiptarët, nga Universiteti i Tiranës, nga universitetet të tjera që i kemi sociolog shumë të me emër, jo vetëm në Shqipëri, por në ashtu që cila shkruajnë për këtë tema, me të vërtet ka një mangësi aty të cilat nuk e shohin piramiden, domethënë krahasohet me një shtet tjetër, por jo duke pa dinamikën tonë të brendshme, të cila Edi Rama edhe vetë ka ish kryeministrat e PS-së, edhe nga ministrët e rëndësishëm të PS edhe të Soçit, pavarësisht se ata nuk kanë shansin të flasin dhe janë të gjithë kukullat e Edi Ramës, se kjo në sistemet e tilla mund ta quajmë normale, sepse ashtu mbijeton dhe kështu që Edi Rama nuk i intereson fare as PS-ja, as shteti, as populli, as kombi, as një gjë. Edi Rama ka vetëm një qëllim me nejtë në pushtet. Pra dhe pushteti me çfarë do faturë që të jetë, ai ka qenë i gatshëm, vazhdimisht është i gatshëm, vazhdimisht që ta shohim. Për shembull, të mund të marr një shembull shumë interesant, cila është edhe në një shkrim të think tankëve të Amerikës, të cila për shembull 21 janari i famshëm për shembull që është bërë, nëse ju kujtohet, Griselda tashmë PS-ja është qeveria vetme që 13 vite dhe a kemi një zbardhje të këtyre vrasjeve që janë bërë te kryeministria pa atë ku bën presidenci, është me jo dhe ka shumë akuza kundra Edi Ramës, jo si lider i PS-s, jo si lider i PS-s, sepse PS-ja ka qenë edhe pa lind Edi Rama, pavarësisht se ka pas emër Ramër, pra është një markë shqiptare, është një gjë e rëndësishme për votuesin shqiptar, nuk mund ta përjashtojmë PS-n, por Edi Rama është mbi të gjitha, pra Edi Rama është çdo gjë mbi çdo gjë dhe jo partinë dhe popullin, dhe dihet domethënë të gjithë ata që i ka therrur pashminit kanë qenë shokët më të ngushtë e tij, kanë qenë deputetët e PS-së, dhe jo vetëm sot, që ka filluar protesta kundra qeverisë me të drejta krejt legjitime dhe jetike, por ka qenë vazhdimisht, domethënë nëse shkojmë 13 vite përpara, direkt pas zgjedhjeve që dolën në qeveri Edi Rama, ku filloi duke therrë pashminin, shokët më të ngushtë, ashtu do të thënë dekadën e dytë, po valin vitin e dytë, vitin e tretë, vitin e katërt, vitin e pestë, të cilët për shembull i shohim tani që palla në urdhër Edi Rama as në dyqan me shkuar blej një gotë ujë nuk del asnjë i PS-së, dhe kjo është vërtet qëllimshmëri jo për kombin, sepse është një lider që për shembull shohim ministrin Gonxha që del
domethënë me urdhët e presidentit dhe s'di me folë, domethënë del tamam si që tu shko këtu hajde këtu dhe kjo është turp sepse kjo është kombi, pra desha të them me dy fjalë zële që për Edi Ramën është çdo gjë Edi Rama dhe as nuk është fare, as nuk është të dyja, as nuk është populli, as nuk është kombi, as nuk është gjë. Ai është vetëm për të qenë vetvetja vet, të cilët nëse këtë do ta kuptojnë, PS-ja atëherë do të kemi ndryshim edhe brenda PS-s, cila demokratizimi në një shtet nuk është thjesht vetëm pozit, por është edhe pozit brenda partisë dhe brenda llojit të tyre të cilat që 35 vite Griselda ne në të vërtetë që na le shumë për të dëshiruar jo vetëm në PS, por për të gjitha partitë tjera, të cilat fatuar normalisht gjatë gjithë historisë e paguar kombë dhe populli i atyne sëpuzve. E qartë, mirë, Sokol, për të mbyllur shkurtimisht, nëse të dyja palët nuk do të ndryshojnë qëndrim, pra qoftë qeveria dhe qoftë protestuesit të cilët janë në shesh, cili mendon se është skenari më i mundshëm? Griselda, skenari më i mundshëm ne kam pas parashikuar që në fillim të protesta, nuk e kemi pas folë bashkë, por sa këto të kam folë në ca televizione të tjera me kolegët tanë, e cila qeveria është e detyrueshme të pranojë kërkesat, pra të japi dorëheqje. Pastaj është ligja që na tregon metodën se ku do shkohet pas dorëheqjes së tij, pavarësisht se shumica absolute për këtë presidenti e detyrë, por ama kërkohet qeveria dorëheqje dhe kjo është e drejtë legjitime, pra që kemi 85 shembuj vetëm në ditën e ditët e sotme, pra 85 shembuj kemi në histori, kërkesa të cilat janë aplikuar dhe kanë nxjerrë rezultat. Mund të dalë një rezultat ndoshta më i keq, është tjetër, por që kërkesa e protestuesve pranohet, duhet të pranohet me patjetër, sepse ka shkuar domethënë thika në ashtë e cila në kaku dhe ka kaluar. Por jo vetëm thjesht për PS, por edhe te PS-s ku kam pas me mira miqtë e mi në diasporë, në shumë vende të diasporës, të cilat ka prej 2 dekada asaj që janë jashtë shtetit, kemi studiuar bashkë me në goca dhe të gjithë tashmë ata janë punëra qeverisë PS-s, pra që ata kanë qenë den babadem komunista, kanë qenë den babadem me PS, domethënë që ditën e parë dhe të gjithë janë thyer ku shumë prej tyre edhe pra në tuaj gjej rastin, i falenderoj sepse janë çdo ditë domethënë janë aty në protestë. Dhe nëse protestat qeveria nuk të pranojnë pikat kryesore, ato 6 pikat të protestuesve, unë e parashikoj që do të shkojmë një mosbindje civile e cila nëse e shohim në territorin e Shqipërisë, një mosbindje civile për 3 ditë jep rezultatin i cili pastaj do ta çojë gjykatën kushtetuese deri në mbylljen totalisht e PS-së, e cila kemi shembull në disa vende të botës të saj, sepse bëhet një organizatë terroriste ku drejtësia kryesore do të jetë e përfaqësuesve dhe e patronazhistëve të PS-së. Pra do të kemi një mosbindje civile, sepse dihet që Edi Rama si në protestën e studentëve të tjerë e ka arritur t'i blej domethënë njerëzit, t'i blej domethënë se si themi ne shqip me para dorë, se i ka bërë deputet, i ka bërë drejtor, i ka bërë, domethënë kjo është realiteti shqiptar dhe me vërtet që është turp për të folur të gjëra dhe edhe ne si shqiptar, por ama ky është realiteti, por me sa duket tashmë po bëhen 2 muaj Griselda që nuk ka arritur t'i blej, pra tashmë populli ka shkuar thika në ashtë e cila me patjetër duhet të pranohen kërkesat e protestuesve, pastaj se çfarë do të lindi mrapa do ta shohim, se ne nuk jemi Nostradamus të parashikojmë të ardhmen, por mosbindja civile duket që avash në fillim të vjeshtes, ndoshta do ta shohim këtë si do të bllokohet e gjithë Shqipëria, pastaj do të kemi problem serioz institucional të cilat me sa duket edhe shumë deputet të Parlamentit Evropian të cilët kanë marrë pjesë domethënë në atje, pra aty ku ne me ëndër duke bërë kryqe bismillah kërkojmë të shkojmë në Europë, ata vinë tek ne dhe na tregojnë sikur nëse qeveria nuk pranohet atëherë populli shqiptar duhet të dalë një mosbindje civile, dhe këto janë ponimet e Europës të cilat ne kemi pra domethënë për kiglën tonë. Europën, si do ta shohim, por unë mendoj si fund Griselda, unë mendoj që zoti Rama edhe pse për pushtet domethënë nuk ka asnjë lloj limitit, asnjë lloj kufirit, asnjë lloj pengese, vetëm çdo gjë që t'i dalë përpara është për qenë pushtet, përsëri unë besoj që
edhe pse tashme po thua gjithë kupolin e PS-s i ka në thojë si ato qenteve që i merr për litarit dhe i shëtit ashtu përsëri PS-ja është një vlerë kombëtare e cila do të arrisi që ta ndrojnë këtë lider i cili po i shkatëron domethënë ato dhe kombin po e po. E qartë, mirë, Sokol, kemi arritur në fund, falenderoj për çdo informacion, ishte kënaqësi. Gjithashtu për mua ishte kënaqësi, faleminderit për ftesën. Mirë, shikues të nderuar, kemi arritur në fund të këtij emisioni dhe për ditën e sotme, bashkë do të shihemi sërish nesër me të njëjtën temë, deri atëherë mirupafshim.